E katërta, kërkoj istighfar. Kërko falje të Allahu Azza wa Jall. Mëkatet që i ki bo, që i din, edhe mëkatet që i ki bo, por nuk i din. Se nëherë njeri bën gjuna dhe nuk e vren. A ke pa njeri kur të përzihet me njerëz, edhe adaptohet, më do me thonë, me atë sistem të ati. A i shohat, ky bën gibet, për besimtari në shkrimtja. Besimtari nuk mundet me duru kështu. A i mu shoh, ky me fol gibet, ky me përbajt fjarë, ky me fol për nderin e asaj, nderin e këtij e sene. Me thonë, së mundet besimtari se nuk është adaptu, do me thonë një ambient tillë me fol. E kështu që për ato i doket katastrofë. E kështu që me kërku faljet Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thotë: "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara", kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Betohem në Allahun se unë bëj istighfar, kërkoj faljet Allahu Azza wa Jall dhe pendohem tek Allahu më shumë se 70 herë gjatë ditës." Shënon Imam Buhariu rahimahullah. Pra, istighfari vëllezër është si detergjent që e pastron, do me thënë, njerin prej gjunaheve, e pastron shpirtin, si jep furnizim dhe mëshirë nga Allahu Azza wa Jall. Për këtë vëllezër besimtar, Ibn Taymiyyah rahimahullah ka thënë: "Përmendja dhe kërkimi i faljes janë ushqim për zemrën, kush i le atë, zemra i vdes nga uria." Pra, istighfari pastron prej gjunaheve. Nëse i kthehemi me pa dobit e istighfarit, jena me pa shumë. E dini rastin e Ahmed ibn Hanbelit, kur ka shku në xhami. Ahmed ibn Hanbeli nuk e ka tregu vetën e vetë se kush është. Nuk ka thonë një Ahmed ibn Hanbeli dhe mu lavdru. Jo, mirë po, ka hinë xhami, ka imam muezini xhami, se ka qitë jashtë, ka thonë nuk është këtu vend për me flet, ka dal jashtë, ka dash me net në borë, prapë se ka lënë, e kishte pa një furagji, ka thonë e atë unë. Kur e ka pa furagjin, çdo herë të thonë astaghfirullah, la hawla wala quwwata illa billah, të e përmend Allahun Azza wa Jall, thot: "A kena i lutje që nuk tu ka pranu ende?" Thot: "Wallahi, thot, çdo lutje që kom bo mu ka pranu të Allahu Azza wa Jall. A vetëm një lutje e kom." Thot: "Cila është ajo?" Tha: "Ahmed ibn Hanbeli me pa." Tha: "Subhanallah, Allahu zhagas më ka pru deri te ti. Prej xhamis më kanë qitë, kom arte furagjia, edhe vetëm mund të taku, do me thonë, me ty." E kështu që përmend